Familja Kola nga fshati Shkopeti Bashkisë Kurbin prej 5 vitesh është në pritje të ndërtimit të banesës së tyre pas 2 fatkeqësive që kaluan. Herën e parë banesa e tyre u dëmtua nga tërmeti 26 nëntorit të vitit 2019, ndërsa më pas ajo përfshi nga flakët. 2 bashkëshortet e kësaj familje, Gjergje Dile Kola, thonë se prej 5 vitesh po sorrollaten sa në një ambient në një tjetër, ndërsa shtëpia që ka nisur t'u ndërtohet me fondet e tërmetit ende nuk ka përfunduar. Gjergji tregon se në kontakte që ka patur me pushtetin vendor në Kurbin, i është thënë që vitin e ri do ta kalonte në banesën e re, por kjo gjë nuk ndodhi e tashmë kanë kaluar më shumë se 3 muaj. E ka pizullu punimet, sa nuk kam pare, sa fare me dhënë, tha. Nuk mi ka dhënë, tha, firma. Firma bashkia ka kalu drejtorit tërmeteve. Ka bot ke firma, ka bot ke drejtori tërmeteve në Lash, kërë e gruja ka thonë, dhe vitë shkojmë, bëjmë to, bëjmë ato, asë i lafë, s'më ka thonë gjithë. Me him, shimë dhëtor, për vitë ri me festu shiru. Me thonë që të fujmë për pashtë, hala, ustaj ka hek, punëtor ka hek, malina s'këm ta ku farë, nuk patë malina, grune ka smunë, me ashtu, me raporta, me gjitha, ashtu me Sadajum, ashtu në Burel, ashtu në Tiranë, ashtu në Lash, ashtu në Lezhë, nuk kapin asnjë lloj arsye. Ndërsa e zonja e shtëpisë Dile Kola thotë se vua nga një sër sëmundjesh duke jetuar në ambiente të papërshtatshme. Ajo ju bën apel institucioneve që punën e nisur ta përfundojnë sa më parë. Ku jetohet në të shtëpi? Me pa ma të shtëpi shef shut. Si jeto di pleshmëren. Të marrë mikrobe, të marrë shë, jo jam me ilashe, pa më regullu shtëpi, s'morin votë ke unë. As kia, as gjalli, as kërkush, nuk shë votë. Për shkak të dëmtimit të banesës, një pjesë e familjes janë zhvendosur me qëra në Milot e Laç, ndërsa presin përfundimin e shtëpisë së re për të rikthyer aty.